Pas paketës male vjen edhe një program i ri i qeverisë Shqipërisë së bashku me Bankën e Shqipërisë dhe me Bankën e nivelit dytë, i cili së shpejti do të firmoset për të nisur rrugtimin e tij dhe për të pritur në këtë rrugtim të gjithë ata të cilët duan të dyfishojnë ndërmarrjen e tyre. Një program i fuqishëm kreditimi me interesa më të arsyeshme se sa ato komerciale të bankave të nivelit dytë dhe me garanci nga qeveria e Shqipërisë, po bëhet më në fund gati për t'i shërbyer të gjithë atyre shqiptarëve dhe shqiptareve që me kurajo, me vullnet, por edhe me largpamësi kanë zgjedhur të hapin rrugën përmes sipërmarrjes. Kanë zgjedhur të krijojnë një biznes të vogël i cili tani më është gati të rritet, por ka nevojë për mbështetjen financiare që përndryshe ata nuk mund ta sigurojnë dot. Kjo është një rrugë e re dhe së shpejti të gjithë ata që kanë një ndërmarrje të vogël apo të mesme, të gjithë ata që kanë një pikë prodhimi që duan ta dyfishojnë dhe ta rrisin, të gjithë ata që kanë një startup dhe që duan ta transformojnë në një ndërmarrje prodhuese fitimprurse, do të kenë të hapur derën e programit Dyfisho ndërmarrjen tënde.